Gazetarja Andoen Allabani jep një paralajmërim të fortë duke pretenduar për një zhvillim të paprecedent për politikën shqiptare. Ajo deklaron se kryeministri Edi Rama pritet të thirret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë dëshmi si person në dieni për disa dosje të hapura nga drejtësia amerikane. Sipas Allabanit, data e caktuar për këtë moment kritik është 20 janari. Një ngjarje që ajo e cilëson si historike dhe jashtëzakonit për një kryeministër shqiptar në detyrë. Shpresojmë që asgjë të mos pengoj Ramën më 20 janar kur ai do thirret për të dëshmuar lidhur me disa dosje që janë hapur andej. U shpreh Allabani duke nënvizuar seriozitetin e situatës. Ajo theksoi se kjo thirrje nuk është një procedurë rutinë, por një hap që për herë të parë vendos kryeministrin shqiptar në një pozitë të pasigurt dhe të pabarabartë përballë drejtësisë. Sipas saj, as vetë Rama nuk mund të parashikojë plotësisht se si do të zhvillohet ky proces dhe cilat do të jenë pasojat e tij. Ajo shton se informacioni që disponon tregon se kryeministri nuk do të udhëtojë drejt SBA-ve i vetëm, por i shoqëruar nga një avokat, duke lënë të kuptohet se dëshmia lidhet me çështjet hapura prej kohësh nga drejtësia amerikane. Allabani përmend se këto dosje mbështeten mbi dëshmi që ajo i cilëson si tronditëse, të cilat mund të kenë ndikim të drejtë për drejtë jo vetëm mbi jetën politike të vendit, por edhe mbi imazhin e institucionit të kryeministrit në arenën ndërkombëtare. Në këto dosje ka element shumë interesant për gjeopolitikën shqiptare, duke përfshirë zhvillime që mund të ndryshojnë ekuilibrat politik dhe institucional, shtoi Allabani, por nuk jep detajet plota mbi përmbajtjen e dosjeve, duke theksuar rëndësinë e momentit dhe pasojat që një dëshmi e tillë mund të ketë për kryeministrin dhe vendin tonë. Ky paralajmërim i gazetares krijon një atmosferë të tensionuar në skenën politike shqiptare pasi nuk ka precedent të ngjashëm në historinë e kryeministrave në detyrë që të thirren personalisht në një proces gjyqësor në SBA. Analistët vlerësojnë se një zhvillim i tillë mund të ndikojë jo vetëm në marrëdhëniet politike brenda vendit, por edhe në pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë duke vendosur qeverinë përballë sfidave të paparashikueshme.